Mirëmëngjes, miq të dashur dhe mirë se erdhët në Villa 24. Takimin i radhës ky në këtë ditë të enjte me Katin, si çdo mëngjes e nisim ditën bashk në kuzhinë për ju. Mirëmëngjesi. Mirëmëngjes e dashur, faleminderit gjithashtu edhe për ty. Faleminderit shumë. Të shko ka shumë kjo ngjyrë dhe ky fustat. Ti kështu më thua për ditë mua. Po jo, po të shkojnë të gjitha çfarë tani të themi që jo. Mirëmëngjes edhe ju të dashur Anvisa, ju urojmë një ditë bukur dhe ju ftojmë këtu tek Ëndyrni i Gatimit për treguar recetat që do të përsillim për juve sot. Dhe çfarë do të bëjmë sot? Sot do të bëjmë tavë me peshk. Tavë me peshk, por jo ajo tradicionalja që bëhet me qep dhe që mua më pëlqen shumë ajo të bëhet në sezon të verës, që janë edhe ato domatet e freskëta, do të thënë domatet e mira, dhe me qep shumë bëhet shumë i mirë ajo lloj tavë. Mirë, po neve sot do ta sjellim tavën e peshkut, ku do të kemi, përveç se do të kemi racionet e peshkut, do të kemi 2 patate, jo më tepër, nuk duaj që ta rëndoj me patate, se do ta bëj vetëm me patate, e filloj që këtej, do me thënë siç i kam në radhë dhe të kaloj mandej. Pra 2 patate, 1-2 kokra domate të cilat këto i keni të grira në rende, dhe sigurisht që duhet të jenë të pjekura mirë. Tani, me që ndodhen këto hudrat e njoma, qepët e njoma, i japi një tjetër shije, e lezetojnë pak si më tepër tavën dhe e bëjnë pak si më ndryshe. Dhe nëse keni dhe ndonjë dorë spinaq, jo se është e detyruar do me thonë të shkonin të merrni, ndonjë dorë spinaq, ndonjë dorë labot, çfarë t'ju ndodhen kështu llakëria, një dorë, jo më tepër. Se kombinojnë shumë mirë me qepët e njoma dhe hudrat e njoma. Gjithashtu dhe pak majdanoz, një tufës të vogël majdanoz, jo shumë. Këto fezat e domates i kam sepse dua të tregoj. Në ato 2 domate në total, ato janë një gjethe dafine, kri piper dhe qep. Mirë do t'ishte këtu të kemi 2 qep mesatare, të cilat i kemi të grira kështu në gjysëm rrethi. I kam filluar, do me thonë, fillimisht këto për të hedhë, ti zbutur dhe më mbrapa filloj me një recetën duke e treguar. Këtu janë qepët e njoma dhe hudrat e njoma, që këto do t'i japin shumë shije dhe do na e sjellim pak si më ndryshe këtë lloj tave. Ju garantoj që kjo lloj tave do të bëhet shumë e mirë dhe shumë e shijshme. Nuk është ajo tava që thash në fillim fare që bëhet me qep të thata dhe me domate ose me salcë. Okej, do të vinë në një mënyrë ndryshe. Është një mënyrë ndryshe, pra të shijojmë edhe diçka tjetër. Dhe që ta shijojmë duhet që të ndezim të. Anila, të lutem. Që të fillojë gatimi. Ashtu. Edhe qepët e thata ishin skuqur, i vendosën pak më përpara, tani kemi shtuar qepët edhe hudrat. Një dorë qep të njoma, një dorë. Po, ti hedh edhe pak prapë krip. I hodha në fillim fare tek qepët, kështu që ta mbaj pak dorën se mos e teprojmë se. Mos e teprojmë se peshqit nuk i ke bërë asgjë përveç se i ke pastruar dhe i ke ndarë në mes. Thjesht i kam pastruar dhe i kam ndarë në mes. Okej. Tani, dua të tregoj Anvisave që sigurisht kjo pjesa e larjes brenda hiqet, kjo pjesë e zezë, do me thënë ajo që përmban, kështu që është mirë të pastrohen mirë. Edhe nga brenda. Edhe duket që është dhe peshku i freskët. Nga ngjyra. Mund ta bëni me levrek, mund ta bëni me qefull, mund ta bëni me kosë, çfarë mund të ndodhet juve, po janë, si thua, me këta lloj peshq të mëdhenj që mund të përgatisim këtë tavë. Dhe fillimisht si veproj, unë do të ti hedhë pak krip në brendësi, edhe kështu jashtë, dhe do t'i vendos pak në furrë, se nuk do t'i skuq, por do t'i vë në furrë sa të bëhet kjo mbushja gati, të marrë një pjekje të lehtë. Shumë mirë. Kështu peshqi zakonisht ruajnë edhe formën, se peshku është delikat në gatim, kështu që do një të skuqur të lehtë me pakës miell të pudrosur, ose në furrë, aty ku nuk ke ngastimon për ta kthyer nga njëra anë tjetrën, dhe ruan formën, nuk i shkëputet edhe pjesa e sipërfaqes së tij, edhe shihen në të njëjtën kohë. Tani do t'i vendosum këtu në një tavë. Këtej pas kemi oriz, qep, karota, hudhra, miell, çfarë kemi këtu në tenxhere? Mishpule, prit një herë, se dhe ajo do bëhet një gjellë shumë e mirë, Anila. Shky momenti që Katarina nuk ja u tregon çfarë do gatuajmë në vazhdim, unë zbulova vetëm disa nga përbërësit, të shohim se me këto përbërës çfarë do të na sjell Kati. Peshku. Do t'ju hedhim edhe pak vaj. Fura është gati me ç'po shoh. Dhe tani domatet nuk do t'i vendos në këtë moment, do t'i vendos kur do t'i vendosim në furrë që të bëhet gatimi përfundimtar. Tani duaj që të më bëhet një skuqje sipërfaqësore, do me thënë, e peshkut. E vendosim në furrë. E vendosim në furrë dhe vazhdojmë me pjesën tjetër të gatimit. Besoj të së njëjtës recete apo jo. Kandi do qëndrojmë edhe për pak kohë aty tek qepët, ka mbetur patatet pa
pa ushtuar do shtojnë në tavë, një salsë që të zbuten perimet për të lëshuar këtu aromat edhe shirë, ndërkohë që shtoj këtu edhe këto majdanozin, edhe kam pak thash një dorë lakra. Çfarë do lloj lakra që mund të keni, që nga spinaqe, që nga labotë, ose ndonjë një lloj tjetër lakre që keni në shtëpi dhe keni të preferuar. Dhe nëse keni, nëse nuk keni, nuk ka problem. Edhe me kaq mund ta lëm. Po, sigurisht që i jep shije. Edhe na i sjell jeshillëqe tani, nuk na e jep, është e rënd vetëm me qepët. Po. E thata, kemi një tavë ndryshe. Okej, shumë mirë. Ti zbutin, pak, ndërkohë këtu do të shtojmë edhe patatet, dhe më mbrapa do të shtojmë edhe domatin, të cilën, si që shikoni, e kam kthyer në pure, do më thënë të grirë në rende, ose në makinë grirëse. Dhe dua t'ju them që në momentin që shtojmë dhe domatet dhe këto, nuk besoj thjesht pak lëngje, thjesht për të shplat, do me thënë atë pjesën e tiganin gjysmë filxhani është mjaftueshëm, s'ka nevojë sepse do të bëhet me lëngjet e domates, të lakërinjave që neve përdor, kështu që pak fare ujë që të na dali me ato lëngjet e veta, sepse dhe patatet i kam prershur në fetsa, jo të plota, dhe kanë qenë dhe patatet të reja faktikisht, dhe janë shumë të mira dhe zihen edhe shpejt. Kështu që nuk ka nevojë që t'i vendosim peshkun kur është, dhe me thënë që kemi vetëm me patate, është mirë që të vendosim një shtresë me patatet fillimisht, dhe pastaj të vendosim peshkun që të piqen, të harin kohën e pjekjes një lloj. Ndërsa neve për momentin i kemi bërë kështu në këtë mënyrë që t'i vendosim një herësh në furrë. Tani, sa të më bëhet mua... Vazhdo, Anila, lutem se kam po. Çfarë të vazhdoj? Jo, nëse ke diçka për të thënë, dje sepse sigur të po të kuptoj patjetër ka po tani më, po duke sigurisht shpirti binjak. Ishte kohë e recetave, ndaj jaku i kemi. Tavë peshku me qep dhe patate, me këto e kemi nisur, një tavë shishme, e shëndetshme, këshillohet që peshku të paktën një herë në javë të konsumohet, nuk është e thënë të shpenzojmë shumë, me 2-3 peshk mund t'i kthejmë në një tavë, sepse e di që her pas here recetat nisin edhe nga xhepi, ama pjesa më e madhe e gjërave që kemi në recet, ne kemi gjatë pazareve që kemi bërë gjatë javës, kemi bërë gatime me jeshillëqe e tjerë, edhe ato që mbesin mund t'i shtohen recetës të ditës së sotme. Na duhen 4 racione peshk, 2 qep të thata, 4 qep të njoma, 4 hudra të njoma, 2 domate, 1 lugë çaj salcë domate, 1 tufë majdanoz, 1 gjethe dafin, 2 patate, krip, piper dhe vaj. Atëherë, duam, ne zbuluam recetën e dytë kati, me qenë se është momenti që t'i prezentojmë përbërësit, por ama mënyrën e të gatuarit dhe si do të vi kjo recet, do t'a shpjegojmë me një herë sapo të kemi përfunduar leximin e përbërësve që i duhen kësaj recete, pul me salcë të bardhë, pilaf dhe karota, do t'a duhet 1 pul, 1 qep, 1 gjethe dafine, 2 karafil, 1 lugë çaj, kokra piper, 1.5 litra ujë për salcën e bardhë, 2 lugë supe miell, mielin ola për çdo përdorim, 2 lugë supe gjalp, 2 vezë o vital, 1 lugë uthull, 1 thelpi hudhër, 2 fixhan çaj lëng pule. Për pilafin, 2 fixhan çaj oriz, 4 fixhan çaj lëng pule, 1 qep mesatare, 1 fet limon, 1 gjethe dafine, 3 lugë supe vaj, 4 karota të zjera në lëngun e pulës, 1 lugë gjalp për skuqjen e racioneve të pulës së zjerë, krip edhe piper. Pra, receta ishte me 2 pjesë, ishte vazhdimi ky, ishte njëjtës recet, duken pak shumë, sepse nga që do gatuhen në 2 momente të ndryshme, apo jo? Po nuk janë, do të kur ishe këtu, këtu janë të gjithë përbërësit, nuk është se... Dhe ndërkohë dua t'u them anvisave, sepse kjo është, si thua, një dreke plot Anila, që do të kemi edhe perime që janë karotat e zjera, dhe që karota do t'i zjeni në lëngun e mishit të pulës, pra do t'zjeni pulën fillimisht dhe do të hiqni pak lëng, se nuk do të hidhni brenda, se e rëndon mishin. Do të zjeni mishin, do merrni pak lëng, do zjeni karotat më njanë, do t'i keni gati ashtu si që kam dhe unë atje, më atë lëng do të përdorni për të zjerë, do me thënë të pregatisni pilafin. Me pilafin e kemi thënë aty që do të kemi një fetës limon, do të kemi në gjysëm qepe kam unë se për masën që kam, por një qep mesatare do të na duhet, edhe gjalp edhe vaj. Në rregull. Këto ishin për pilafin, ndërsa për një salsë që do ta bëjmë me gjalp, me vezë
vezët këtu, sepse do të kemi dhe 2 kokra vezë. Pra, nëse do të kemi 2 lugë miell, 2 lugë gjalp, dhe do të kemi edhe 2 kokra vezë. Gjithashtu edhe lëngun e pulës që do të hidhet brenda. Dhe një thelpi hudhër. Në momentin që do të përgatisim salcën, bëhet një salcë krejt ndryshe, bëhet një gatim krejt ndryshe, do ta shikoni në momentin që do ta fillojmë dhe do ta përgatisim. Pra është një edhe bëhet shpejt. Bëhet edhe shpejt bëhet, por ka shumë shije dhe është si thua një pjatë e plot. Se kemi dhe karota, kemi perime të zjera, nuk kemi nevojë të shtojmë asë një gjë tjetër. Ndërkohë patatet ti ke shtuar kam shtuar edhe patatet që të më zbuten dhe e bëjmë këtë me qëllim që patatet të zbuten dhe të arrin kohën e pjekjes bashkë me peshkun. Prandaj dhe bëhet ky veprim që të marrin, domethënë të bëjnë gjysma zjerje patates. Momenti që shtuam edhe patatet, shikoni domethënë se sa të mira që bëhen, hedhim edhe këtë gjethen e dafinës tani më. Një gjethe dafin nuk ka nevojë që të shtojmë më tepër, është mjaftueshëm. Dhe këtu tani do të shtojmë edhe domaten. Pra kjo lloj recet nuk do shumë salcë, kjo do më shumë domate sepse si thua janë perime të freskëta dhe duan që të jetë salca më delikate, jo e fortë, më e lehtë. Pra hedhim edhe këtë. Ja kam hedhur një lugë të çajit salcë edhe domaten të cilat e kam të grirë në makinë grirëse. Dhe këto janë lëngje tani që nuk ka nevojë që të shtojmë dhe lëngje të tjera. Janë mjaftueshëm. Patatet janë ato që do ta bëjnë më të plotë gjellën. Dhe ndërkohë që thithin dhe lëngjet gjatë zjerjes në furrë. Tani ne këtë do ta lëmë që të zihej, më thënë të marrë një val këtu, dhe pastaj do ta kalojmë tek tava që kemi në furrë tek peshku. Ta lëm këtë për momentin dhe le të fillojmë të tregojmë çfarë kemi bërë me recetën tjetër. Do me thënë, thjesht është zirë pula, besoj edhe karotat më shpeshon janë të zira. Deri këtu kemi qëndruar. Besoj se do ndizet, di unë tani që do bëj kjo. Nuk ndizet me gishtat e mi. Thjesht tani duhet të marrim të tregojmë këtu anvisave. Atëre, këtu kam vendosur, në radhë të parë kam vendosur ujin që të zihej. Unë për masën që kam faktikisht kam hedhur 1 litër ujë. Juve kam thënë aty 2 filxhan oriz dhe na duhet që të përdorim 1 litër e gjysmë ujë, sepse përveç se do të bëhet pilafi, do të bëhet zjerja e karotave, do të bëhet edhe ajo salca që tham me miell, me gjalp, me vezë, me atë hudrën. Këtu, pasi kam vendosur ujin që të më valoj, unë gjithmonë nuk e hedh pulën në ujë të ftohtë, ju kam thënë edhe herë tjetër, dhe pse e bëj këtë? E bëj që të më ngelet, domethënë, edhe pula e shishme përveç se të nxjerrja të lëngun. Kur bëjmë supë, e hedhim në ujë të ftohtë. Kur bëjmë, domethënë që duam të shijojmë dhe racionet e pulës, ngrojmë ujin, hedhim qepën brenda, hodhëm dhe 2 karafil këtu, unë kam për momentin edhe një degëz dafin, edhe madje kisha pak selino, dhe shtova edhe një degëz selino, jo se është e domosdoshme, por sigurisht që edhe selino është diçka e mirë. Karafili, dafina, i japin një tjetër shije, e lezetojnë shumë atë lëngun dhe edhe e bëjnë krejt më ndryshe. Tani, për momentin, neve kemi vendosur pulën dhe kemi të zjerë dhe kemi bërë gati. Nga lëngu këtu në mora dhe zjita karotat dhe i kam zjerë në këtë anë. Tani, është momenti që do të fillojmë, do më thënë, të më ngrohet ujë dhe të filloj të përgatis salcën. Bëjo, më fali, pilafin dhe në fund do të bëhet salca, sepse salca do të jetë në momentin e fundit. Edhe racionet e pulës do t'i kaloj në gjalp, pra do t'i kavërdis në gjalp dhe do t'i servir në pjatancë. Dhe këto do t'i tregojmë hap pas hapi në momentin që do fillojmë për të pregatitur. Fillimisht tash do të pregatis pilafin. Do t'a mbuloj me kapak që të më marri val tani, sepse më duhet ujë i ngrohtë, edhe të filloj që të pregatisim edhe pilafin. Por, le të mbaroj me këtë pjesën e kësaj Anila ta vendosim në furrë. Peshku e ka marrë një sipërfaqe. Shumë pak ngjyrë, duhet të qëndroj edhe pak, kam përshtypjen ka ti? Nëse duhet të qëndroj edhe pak. Duhet të qëndroj, nuk është thekëruar ende, por ka marrë një sipërfaqe të lehtë. Atë vatën tjetër, Anila. Çfarë të hapim? Jo, të filloj të... Ja, këtu më mirë. Kemi më mundësin këtu. Kemi nisur me recetën e dytë, e cila siç e pam kishte 2 pjesë, pra tani do të nisim me pjesën e përgatitjes së pilafit. Shoqëruar edhe me racionet e pulës që do të skuqen në gjalp, janë gjithmonë shumë të shijshme
Tani, le ti marim të këto. Po. Më thuaj se të ndihmoj ju. Po, faleminderit. Tani, po ja, e kam këtu për momentin. Të hedhim, do të bëjt e kjo tenxherja, besoj se është e mjaftueshme për masën që unë kam. Kështu që, se s'na më ban edhe soba këtu, që të vëmen më të madhe. Do të hedhë vajin, do t'i shtoj edhe pak gjalp. Madje shumër se s'kemi shumë oriz. Po, një dorë oriz të bëjmë. Një filxhan kemi ne, kështu që do të ngrohet gjalpi me vajin. Do të shtojmë orizin, të cilin orizin e kemi të larë më përpara, në rrjedhë të qezmës, dhe kjo bëhet, do me thënë, dhe faktikisht është mirë larja e orizit, sidomos për ata që kanë probleme me diabetin, sepse heqë atë amidonin, gjë që ndikon keqët e njerëzit që kanë probleme, do me thënë, me punën e diabetit. Gjithashtu, orizi, faktikisht neve në kohë, kur e bënim pilaf, të themi të drejtën e bënim, do me thënë, nuk e lanim. Por që është mirë, kur bënim, do me thënë, këto syltjaç apo risotto apo gatime të tjera, sigurisht që e lanim, dhe e lajmë derisa ajo të nxjerrja të ujin e pastër. Me thënë, fillimisht nxjerr një ujë të trubull të orizi, e keni provuar në momentin që e keni larë, e lani, e shplani disa herë dhe e keni gati, e lëni të kulloj dhe sidomos për pilafin duhet që të rritë të thajet orizi, se ndryshe qulloset dhe nuk bëhet mirë. Kështu që nëse keni ndërmend që ta bëni. Ky është veprimi i parë që duhet të bëjmë, pra ta lajmë dhe ta lëmë të thahet dhe të kulloj. E më pas të fillojmë me gatimin. Dhe tjetra, kur vendosni që të bëni pilafin, duhet që të ngrohet vaj fillimisht me gjalpin dhe pastaj të hidhet orizi jo në vaj të ftohtë. Tu te pilafi do të shtojmë edhe një fetëz limoni. Nuk ka rëndësi se hedh tani në moment që ka vërdis, apo edhe më mbrapa. Mbajmë tu fillimisht ta hedhim orizin. Që nga goxha, duke si pak. Po e kemi matur një filxhan, sepse në momentin që kemi një filxhan, do të hedhim 2 filxhan. Lëng nga i pulës. Kalëm të ka vërdiset. Tani besoj Anila tava duhet jetë gati me peshkun, që të shtojmë edhe këtë, se shoh që edhe kjo është bërë gati. Patatet na janë zjerë. Se në ndëritym kjo ka kërcitur vajnë duket? Ka kërcit pak, po s'ka gjë. Pra, si që u thashë, patatet na janë bërë gjysmë zjerje. Që të digje mund me këtë. Kërcet o ka ti. Mos të apro njerë, prit se të... Ska gjë, shiko tani se sa mirë dhe tjetra, dhe tani se duhet të ta kthejmë. Kjo e pjekura të shkoj nga poshtë, që të marrin ngjyrë edhe nga lartë. Ashtu. E të marim një që ta hedhim. Ja, ku e kemi recetën? Staf peshku me qep dhe patate. Tani është momenti që po shtojmë atë gatimin që bëm, me qep të thata, qep të njoma, hudrat të njoma, me patate, me domate të freskëta. I lam të gatuhen, peshku në kaluam në një pjekje të lehtë të marinuar me pak skrip, dhe tani i bëjmë të dyja bashkë në të njëjtën tavë, dhe kjo do të rikthehet në furrë për të bërë atë pjekjen përfundimtare. Gatuhet shpejt, është shumë e shijshme, mund të jetë një drekë fundjavë. Hedhim dhe pak lëng këtu Në cep. Në cep. Edhe është mjaftueshëm. Shumë mirë. Të heq pak të pilafin këtu. Ajo që ngelet. Domatet.
që mos të thajet peshku. Aha. Ashtu. Dhe tek domatet, pak krip edhe piper. Edhe pak piper. Edhe në furë. Tani furën e kemi ndezur neve më përpara, sigurisht që kemi pasur që marrë këta njële këtu. Këtë dua është ti, këtë kesh më përmbarë, unë të ndymaj më furën. Po, falim dhe tani. E vendosim në furë. Të qëndroj për 30-35 minuta, sepse thamë që kemi bërë atë pjesën e zjerjes së patateve fillimisht, kështu që nuk ka nevojë të qëndroj më tepër. Tani Anila mund të marrë tenxherën ta kem këtu. Mund ta marrësh patjetër, ndërkohë që ti merr tenxherën, unë po ju kujtoj se me cilat produkte mund të gatuani, mund të shkëlqeni recetat tuaja, mund të kurseni para dhe të jetoni shëndetshëm. Ne këtu prej shumë kohësh, çdo ditë gatuajmë njësoj si ju në shtëpi. Çdo ditë na duhet të mendojmë recetat e radhës, të mendojmë për vakte të ndryshme të ditës, e sigurisht të mendojmë edhe se cilat janë produktet që ne do të bëjmë pazar njësoj si ju në shtëpi. Kështu që do doja ta nisja pikërisht nga mielli, sepse është një ndër ato produktet bazë në raftet tona të kuzhinës. Asnjëherë nuk mungon, mielli është aty, qoftë për të realizuar bukët, petullat, krepat e mëngjesit, deri tek superat të ndryshme, gjellrat të ndryshme, ku duhet thjesht një lugë miell për të shtuar, për të përgatitur pica, apo receta me miell integral, pse jo bukën e mistrit, apo recetat të tjera ku mielli i mistrit është prezent, dhe gjithashtu edhe ëmbëlsirat apo kekrat e ndryshëm. Kështu që është mielli Ola nga kompania Atlas, që ne gatuajmë shumë dëshirë këtu, dhe shijojmë të njëjtën kohë, me shumë rezultat dhe shumë shije recetat që Katerina na përgatit. Veçanse jemi tek Ola, një tjetër produkt po ka që rëndësishëm edhe i shishëm është pjesë e tryezave tona, si që janë pastat Ola, pastat që bëjnë diferencën në treg. Ju e kuptoni atë që nga paketimi kur e merrni në duar, që nga ngjyra që pastat kanë, ajo ngjyra e verdhë, sepse vijnë pikërisht të përgatitura nga cilësia më e lartë e miellit të grurit, pra mielli semola, e ndërkohë që vinë në forma të ndryshme, siç po i shohim edhe së bashku në ekran. Kjo është në varësi të recetës që ju zgjidhni të përgatisni, apo të preferencave tuaja personale, si doni ta shihni atë pjatën me pasta në tryezën tuaj. E sigurt është që Ola janë realisht ndryshe, që kur i hapni dhe i prekni me duar, kuptoni atë ashpërsinë, po e quaj kështu, që kanë, që vjen pikërisht nga mënyra 100% origjinale italiane që vijnë të prodhuara për konsumatorin shqiptar. Meqense jemi ende në fillim të ditës, imagjinojmë atë mëngjesin ton të gjithë të vrullshëm, kush të bëhet gati për në punë, për në shkollë, her pas here nuk kemi kohë të hamë mëngjes, dhe gjithmonë ka një zgjidhje, e cila jo vetëm na vjen si një mundësi e shpejtë për të konsumuar mëngjes, nuk do më shumë se 5 minuta për të zier një kokë dhe po ka i shpejt ne marrim të gjithë energjin, proteinat dhe vitaminat e nevojshme që organizmi ton i duhet për të mbajtur në formë për disa orë radhëzi. Ndaj Vezao Vital me cilësinë e saj maksimale në 4 stin, është partneri ynë i përditshëm në Villa 24 dhe na jep pikërisht këtë energji për ta nisur mëngjesin siç na duhet neve. Apo jo, Kati, se ne duhet jemi live këtu, duam do kemi energji. Tjetër gjë që unë kam e shumë qef, ndoshta sepse unë kam qef këto prosciutrat salamrat edhe në produktet e mishit, shijojnë që është e vërteta. Shijojnë, me një kukorvez, edhe duke shoqëruar dhe pak prosciutto, është po me një tost të shpejtë, në mëngjes, po me ca brusketa, po me një pjatë të gatuar shishëm me një pancet. Me një trana me pancet. Trana me pancet, shumë e mirë bëhet. Ja kështu, turisti artizanal. Dhe me salam turist. Edhe me salam turist, po, e skuq pak, e nda në copza të vogla. Jashtëzakonisht e mirë dhe shishme dhe. Tona është ajo që ne ju propozojmë, i konsumojmë të çdo ditë, na shijojnë shumë, edhe kur i pjekim ma shumë në skar, ato salçiçet e thjeshta, apo me djathë, më besoni që kanë shije, nuk e që bën, janë të shkondora aty. Edhe shiko, ndonjëherë i diskuton dhe i themi, por me njëherë më kujtua që me këtë salamin turist, ndjes pas Evgenia Rizi, profesorësh ajo që ka bërë librat e kuzhinës,
Gjithmonë më bënte trana me... Do ta bëjmë në një ditë në studio? Do ta bëjmë vërtet, do kujtoj. Shiko tani. Zonjë e mirë nderuar. Besoj zonjat e brezit tim e ka njohur dhe e njohin shumë mirë. Dhe ende shumë prej tyre edhe unë kam shtëpi, një botim të Evgjenis. 13 vite kam qëndruar me Evgjeni Arizi në shtëpi të saj për 13 vite. Ku edhe ka mësuar një pjesë të mirë të sekreteve të gatimit, kështu që ti mbar shumë prej mënyrës së saj se si gatuan. Shiko Kat, do ikim pak ne. Do ikim, le ta hedhim orizi, më falni. Hedhim lëngun, nuk është një gjë që një gjethe dafin, një lëngun në oriz që u ka vardis. Fetës limon dhe do të hedhim edhe lëngun që mirë është ta matni. Po, e di zonja në raportin e lëngut me orizi, matjen me filxhan, shkojmë reklama tani se s'kemi më kohë, edhe do kthehemi prapë në studio, ne jemi këtu, do t'i mbarojmë të gjitha recetat, pas pak. Jemi rikthyer në studio tashmë për të përfunduar recetat e shijshme që kemi sjellë sot, të cilat mund të jenë dedikuar edhe fundjavës. Kemi edhe një ditë tjetër për të sjellë ca ide fundjavë, por meqense jemi, pse jo të mos i kemi si ide për të shtunën apo për të dielën. Sigurisht, ndërkohë të dashura vista, si që shikoni, është bërë gati pilafi kur ka kryuar këto vrimzat në sipërfaqe. Pra, në momenti që ka vërdisim hedhim ujin dhe ato, e ulim ato temperaturën mesatare dhe e lëm sa ajo që të na zihet. Është bërë gati, e mbuloj me një pecet, dhe e lëmë në janë që a i të kulloj, themi neve. Po. Të gjele kështu të shkrifuruar. E kemi bërë gati. Tani, që të bëjmë atë salsën? Neve përgatisim salsën. Kemi ruajtur lëngun e pulës, me lëngun e pulës, kemi gjalpin, pra do të hedhim gjalpin fillimisht. Dhe ta hedhim e këtë që se më duhet luga për. Pra, 2 lugë gjalp, 2 lugë miell, edhe 2 filxhan lëng nga zjerja e mishit të pulës. Gjithashtu, do të hedhim edhe mielin, sa të na shkri. S'ka problem, e pudrosim. Dhe ndërkohë, kur kemi 2 lugë miell, 2 lugë gjalp, do të shtojmë 2 vezë të plota, që do të thotë. Ja, ku kemi edhe pakon me 10 kokra o vital të bardha edhe të kuqe, për ju që kemi dëshirë t'i keni edhe në ngjyra të ndryshme dhe jeni në dilemë nëse do zgjidhni një vezë të kuqe apo një vezë të bardhë, o vital ju vjen edhe me paketimet me të dyja ngjyrat, që të dy janë të mira patjetër. E morëm sysh. Të shohim pak edhe këtë që po bëhet me Kati, mua më duket se është gati tava me peshk edhe me patate. Avash duhet ta heqim dhe ata anila që ta lëm të qetësohet, që kemi mundësi sepse koha ka kaluar. Po mund ta nxjerrësh dhe ta vendosim aty dhe atë, sepse do ta servirim. Ndërkohë neve ka vërdisim mielin me gjalpin. Ta lë pak tani për momentin se nuk ka problem. Bashkoj të dyja vezët bashk. Tek vezët do të hedhim një thelpi hudhër. Ja, ku është tava me peshk, me patate, me erza, qep të njoma, me domate të freskët. Aroma në ka shumë të mirë. Edhe kjo salsa do të bëhet shumë e mirë. Anila, të lutem që të arim kohën, ata në ndej mandi sobën që të ngrojë t'i gani, sepse ato si shanë, racionet e pulës, neve do t'i bën një kavërdisje në gjallë. Pra, kjo është një drek speciale faktikisht me gjithë të gjëra që po i bëjmë, se nuk është thjesht një drek, hajde se po zjejmë pulën, bëjmë pilafin dhe kalojmë drekën, kupton? Në këtë lloj mënyre, duke bërë dhe këtë salsën që bëhet shumë e mirë, bëhet krejt ndryshe. Pra, 2 vezët, një thelpi hudhër, do të hedhim dhe një lugë të supës uthu, por në momenti do t'i trazoj dhe ashtu. Eja, ka vërdiset mirë mielli, të marrja të ngjyrën e arit, t'i vjera. Tani unë do t'a hedhë me sy juve në shtëpi, po deshët mateni. Sa do të bëhet një krem. Ushtë piruni. Përzijem hudrën, vezët. I hedhë pakës krip, i hedhë pakës piper. Do t'i shtoj uthullën. E mbaj këtu për momenti, sa të edhe mielli më është bërë gati. Ta shtoj vi gjalpin unë Kati këtej?
Të shkrihet? Apo të ngrohet dhe pak të ngrohet tiganin në rregull? Kemi 7 minuta kohë, aq do na mjaftojnë për të gjitha. Ja dhe ti servirim pastaj. Po, në rregull. Hedhim fillimisht një pjesë të lëngut. E kullojmë, siç e shikoni, unë e kam kulluar lëngun, edhe fillimisht hedhim një pjesë, e trazojmë sa ajo të fillojë të na lidhet, na bëhet kremoze. Në momentin që shikojmë që është tem piksur, sepse ne duhet të jetë kremoze, kemi lëngun e mishit edhe hedhim. Pra hedhim lëngun e mishit në mënyrë graduale. Lëngun e pulës, faktikisht, se mi mish. Po, së rëndësika. E trazojmë një lënga i aromatizuar, që është bërë, si që ta, me gjethe dafine, me qepën, me 2 karafila, se kemi hedhur tjetër, kripën dhe piperin. Selinon, apo e thamë? Selinos nëse e keni, nëse s'keni nuk ka problem, por me që unë kisha një degës dhe shtova, dëm nuk i bën, mirë i bën, kështu që, ja, tani filloj do me thënë mielli, salca është zjerë, fillon bën këto fustat, është zjerë, dhe është momenti që të shtojmë edhe vezën, tek veza këtu shtojmë edhe pak lëng të ngrohtë për të rregulluar temperaturën. Edhe tani e hedhim te salca. Po, duke e përzier me kujdes, derisa të na trashet ajo masa e lëngut, e cilë do pak kohë në fakt, duke qenë se ka edhe mielin edhe vezën, të dyja kanë atë reagimin e menjëhershëm të trashjes së lëngjeve. Edhe tigani këtë i kati, unë po jashtoj gjalpin që të shmangim pastaj djegjen, ose ta largoj tiganin nga vatra e zjarrit. Ç'a të bëj? Jo, hidhe gjalpin a nga lutem, po faleminderit. Edhe salca është bërë gati. Një salcë kremoze, një salcë shumë e mirë, shumë e shishme, e regluar me atë hudhrën edhe me urtullën, pra një salcë krejt ndryshe. E kemi gati, nuk ka nevojë tani më të qëndroj, është mjaftueshëm gati. Ta heqim dhe e kemi për ta serviru. Okej. E mbajmë dhe këtë Tu, këtu. thjesht do vë mishin e pulës? Po, mishin e nuk do e lyesh me pulës. asgjë? Por do t'i hedhë pak krip, Anila. Do vaj, apo do e lësh vetëm në gjallë? Pak krip këtu tek tigani. Edhe hedhim edhe racionet e pulës. Kjo ka aromën shumë të mirë. Ka ti, sa e mirë kjo. Salsa, bëhet e Po mirë pra, në fakt. shumë. Kemi larg. Edhe gjalpi tani i bën shumë, do me thënë shumë shishëm. Vetëm këto, si thua, karotat nuk i kalojmë në tigan. Vetëm këto. Është në rregull. Ti kthejmë dhe njërë nga ana tjetër për të... Mirë është i lëmë të thekërojmë, si, që me thënë të marrin atë shijen e gjalpit. Dhe do ta servirim me karotat e zjera në lëngun e pulës edhe me pilafin që ne bëm pak më herët. Ashtu, e lëmë tani këtu, marrim pjatën e parë që do servir. Të krijojmë pak hapësirë këtu, se është momenti që do të vendosim edhe pjatat e përfunduara. Kështu që çfarë nuk na duhet, i largojmë. Këtë e kam të pastër, veç të ta fshis, sepse duhet ta bëjmë në atë traditën që ka qenë që e bënim. Çfarë? Apo është sikë e madhe kjo? Për ta kthyer në, po jo, me kati servire kështu thjesht. Ta bëjmë thjesht, po? Do ta mbaj ajo? E mbaj për të mbajtur, po është pak si e madhe. Ta bënim te kjo tas që është më i vogël. Të lara i kemi të dyja. Ta bëjmë në atë mënyrën tradicionale që e bënim me shumë. Ashtu. Marrim një lupë. Tani. Te pjesa e pilafit, neve e filluam vrullshëm, faktikisht Anila, por do t'ishte mirë të kavërdisnim pak qep dhe pastaj të hidhnim orizin. Do t'ishte më mirë. Do me thënë jep tjetër shije qepa. Por edhe kështu nuk është se... Ja të shohim dhe këtë tani. Si jemi me kohën, kemi në një qiko apo jo? 2 minuta fix.
Anti ka të shantoni. Mos u trëm se guzhinjerët nuk e japin veten. Të kënqet ajo ashtu, jetu prit me ndinë i djeg me dikush. Okej. Ja, bukur, shumë bukur, shumë bukur. Edhe ndonjë gjete dafine, se ku kishim atë të limonit. Ja vendosim me që... Atë grirë se na hoqa unë atë? Jo, fetzën e limonit doja po. Fetzën e kemi tek pilafi, e do? Kjo salca si ku na unë piks më tepër se sa, nuk e doja kaq. Me gjithë se... Ku e deshe limonin, këtu si për pilafit? Këtu? Po, që të na japi atë... Edhe një letër i duhet pjantës pak. Është mjaftueshëm, nuk ka nevojë që të shtojmë vetëm këtu pak kanile. Unë këtu gati, me letër në dorë. Edhe... Këta... Për pjesën e salsës do të doja të ishte pak më kremoze, me thënë të drejtë. Po mirë, që ndodhë, e lëm pak më shumë në rastet... Jo, i shtojmë pak më tepër lëngë. Ishte më shumë lëngë. Të vendosim... Janë mirë këtu? Do e shërbesh edhe peshkun? Ta shërbejmë? Okej, se të duash. Po kemi kohë, mirë, po s'kemi? Ko s'kemi, po mua më pëlqena shumë në tavë, nuk e di pësa. Në regull, po e lëmë në tavë. Me domatet bukur. Shumë mirë është, shumë mirë është. Pjatën e kemi gati neve këtu, po tjetë për ta shërbejmë. Atere kjo ishte, do me thënë, pjatën që menduam të sillim për amvisat sot, me pullë, me pilafë, me karota, me një salsë të cilën si që e patë ishte një salsë shumë e mirë dhe shumë e shishme. Mendoj dhe shpresoj që tjetë e vlefshme për të rrezat tuaja familjare. Nga unë Katerina, mirupafshim, kalofshi sa më bukur ditën sot dhe mirupafshim nesër me reseta dhe ide të reja. Kalofshi bukur. Të falenderoj për gjithë shka sole. Nesër ide të reja na presin dhe ju e dini që takohemi në kuzhinë me Katerina në orën 9. Tani është momenti një hapësire publicitare, më pas do të kthehemi me 3 të ftuar në studio me një temë sa nostalgjike aq edhe të bukur. Ju prezantojmë me ta dhe me gjithë shka tjetër, pasi të vim në studio live përsëri.